Vllaznia në futboll për femra ka prezantuar këtë prindë 12 lojtarë të reja të afruar në merkaton e verës, afrime që synojnë përforcimin e skuadrës në prag të ndeshjeve të Champions League. Në një prononcim për mediat, presidenti i klubit shkodran Laza Matia tha se me grupin aktual skuadra është e kompletuar. Bëhet fjalë për një numër të konsiderueshëm lojtarësh që kanë afruar në periudhën e merkatës, që ekipi të jetë sa më i plot në kompeticionet evropiane dhe konkretisht në turin e dytë, ndeshjes të cilit luhen me datën 58 gusht në Çipër. Janë 12 lojtarë të afruar në këtë periudhë, janë duke përfshirë portën, mbrojtjen edhe mesfushën dhe sulmin, por edhe në stafin teknik me bë afrime një vajzë të ekipit tonë, Ardiola Kaxhimi. Kështu që mendoj me këto lojtarë dhe me grupin e lojtarëve të sezonit që u mbyll, ekipi është kompletuar, është stërvit këtë ditë me intensitet, ka bërë një fazë përgatitore shumë mirë në qytetin e Puks rreth 20 ditë edhe tashmë po jep ato përgatitjet e fundit që aktiviteti dhe këto ndeshje shkojnë sa më mirë për ekipin tonë dhe të arrijmë ato objektiva që vllaznia gjithmonë i ka mallore që të kalojmë në turin tjetër të UEFA Women's Champions League. Një prej afrimeve është dhe portierja Antigona Hyska, e cila theksoi se është privilegj të jap kontributin për klubin e vllaznisë. Është gjithmonë kënaqësi që vinë këtë klub. Normalisht është nder i madh dhe privilegj që të jap veten time dhe të jap maksimumin për fanedhen e vllaznisë. E dim gjithë që pesha e kësaj skuadre është shumë e madhe, sidomos pjesa e portës, që është një nga pikat kryesore dhe kyçe, edhe shpresoj që të jap maksimumin edhe tregoj vetëm në këtë ndeshje. Gjithmonë kam pikë synime dhe kryesor që ta mbaj portën e parprekur, normal jemi stërvitur shumë edhe në këto kohë, 20 ditë të cilat i kemi bërë fazën përgatitore në PUK janë shumë të vlefshme, edhe shpresoj që t'jap maksimumin, siç e kam thënë dhe 2 vitet më parë, dhe shpresojmë që të arrijmë qëllimit për të cilën kemi luftuar deri tani. Vllaznia femrave do të përbahet me ekimin slovak Spartak Miava, si do të luhet në strimin e Panos në Çipër, mbrëmjen e 5 gushtit në orën 20:30.